Fenomeni shkodran Louise Ailey ka zgjedhur të bëjë një urim ditën e sotme për fëmijët e vuajtur. Ndryshe nga shumë prindër sot, ai ka dashur të ngrejë zërin për shumë fëmijë që vuajnë edhe sot për një qershorin ndërkohë që duhej të gëzonin festën e tyre. Louise ka përlotur të gjithë rrjetin me fjalët e tij dhe ka bërë që të gjithë të emocionohen. Me siguri ky është reagimi dhe urimi më i bukur që mund të jetë bërë ditën e sotme për një qershorin. Ja se cilat janë fjalët që fenomenit shkodran Louise Ailey ka thënë për këtë festë sot: urime për zemrat më të pastra në botë, çapa çulat, fëmijët që ndriçojnë çdo shtëpi me dashurinë e tyre. Por ka fëmijë të tjerë që mbajnë plagë në shpirt më të mëdha se sa mosha e tyre. Ka fëmijë që janë rritur pa u dashur, ata flenë në jetimore në rrugë. Askush nuk i pyet si jeni, askush nuk i sheh në sy, as emrat nuk u adin. Por pjesa që të dhem më shumë është që pikërisht këta fëmijë njohin urinë më shumë se sa përqafimin. U është mbyllur goja, disave nga frika, disave nga dhuna, por prap qeshin. Kjo tregon se ata janë shumë më të fortë se sa ne, janë më të mëdhenj se ne. Sepse kanë mësuar të duan edhe pa marrë dashuri mbrapsht. Dhe nëse Zoti do kishte një zë, do ishte pikërisht zëri i një fëmije i cili thot: "A je aty?" Dhe ti thjesht duhet të përgjigjesh. Ka fëmijë që s'kan askënd por prap besojnë tek ne. Gëzuar ditën e fëmijëve edhe atyre që nuk i dëgjon askush. Kështu e mbyll Louise këtë urim kaq emocional dhe prekës për festën e një qershori. Si gjithmonë është treguar tepër i mirë pasi ka hedhur sytë dhe ka ngritur zërin edhe për ata fëmijë që vuajnë në vend të festojnë sot. Ndryshe nga çfarë bën gjithë estrada shqiptare. Shkodrani i zemrës ka marrë vëmendjen e të gjithëve me këto fjalë kaq prekëse që me siguri i kanë përlotur të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e tij që kanë reaguar menjëherë por sa e kanë dëgjuar dhe parë videon e sapo publikuar të fenomenit. Shkodran Louise Ailey. Si përherë ata e konsiderojnë atë si artist të veçantë me një zemër të artë dhe tepër të madhe që askush nuk e ka në Shqipëri. Kjo video e tij po qarkullon dhe po shpërndahet në rrjet me një shpejtësi marramendëse si dhe po komentohet jashtëzakonisht shumë nga qindra mijëra shqiptarë që po e duartrokasin fort për zërin e ngritur edhe në këtë ditë sot.